Profesori amerikan Daniel Server është shprehur i penduar që kishte përkrahur krijimin e dhomave të specializuara. Sipas tij, mbajtja në paraburgim e 4 së UÇK-s si para fillimit të gjykimit, ashtu edhe gjatë procesit gjyqësor për kohë të gjatë është e pajustifikueshme. Ai përmendi ish-presidentin Hashim Thaçi, për të cilin tha se nuk ka pasur autoritet komandues mbi UÇK-n. Pendohem që e kam mbështetur krijimin e këtyre dhomave të specializuara sepse mendoj se paraburgimi i gjatë si para fillimit të gjykimit, ashtu edhe gjatë procesit gjyqësor, ka qenë i pajustifikuar sipas mendimit tim. Ndjenja ime e fortë veçanërisht sa i përket Hashim Thaçit, sepse e njoh atë dhe e njoh më mirë rolin e tij se sa të tjerëve, është se ai nuk ka patur autoritet komandues mbi UÇK-n. Prandaj mbajtja e tij përgjegjës mbi këtë bazë do të ishte një gabim i rëndë. Megjithatë, tha se duhet të respektohet çfarëdo vendimi që merr gjykata. Mendoj se duhet të respektohet çfarëdo vendimi që merr gjykata, por kjo nuk e ndryshon pikpamjen time nëse një dënim është i justifikuar apo jo. Të tjerët nuk i njoh mirë, por Hashimin e njoh dhe e kam takuar menjëherë pas luftës. E pyeta për rolin e tij në UÇK dhe e di se ai rol nuk përfshinte autoritet komandues. Shumë shpejt trupi gjykues pritet të dalë me vendim përfundimtar për ish-krerët e UÇK-s, të cilët po ballafaqohen me akuza për krime lufte.